Egli reagon me një mesazh ngushëllimi për humbjen e vëllait të Gjestit. Një aksident tragjik ka ndodhur sot në qumbur të Pejës, ku ka humbur jetën Eldion Kelmendi, vëllai i reperit të njohur Besart Kelmendi, i njohur ndryshe si Gjesti. Aksidenti ndodhi rreth orës 14, kur një vetur u përplas me një katërciklet, duke shkaktuar vdekjen e Eldionit dhe lëndimin e rënd të një personi tjetër. Ky aksident ka tronditur shumë njerëz, përfshirë fansat e reperit Gjesti. Një mesazh ngushëllimi ka ardhur nga Egli Tako, e cila ka reaguar me fjalë të ndjera për këtë humbje të madhe. Askush prej nesh nuk është në kohë për të qenë i dëgjuar në këto momente të errëta. Doja shumë të mos e lexoja kur një lajm të tillë dhe të mos e besoja. Me dhemb zemra. Zemërthyer i shpreh ngushëllimet e mia të përzemërta familjes Kelmendi. Zoti ju dha forcë ta përballoni dhimbjen e kësaj humbjeje kaq të madhe, dhe shpirti i të voglit tuaj pushofte në paqe.